Cikël është jeta, cikël. Shifni, ndrohen gjenerata, ndrohen, ojda është Allah. Allahu këtë donë të na bëj me dije në eve. Shef, ku e ke stërgjishin tënë? Gjishin tënë, ku e ke? Askund nuk e ke heqë. Për çfarë përmendet stërgjishi jotë? Për asgjë, edhe imi. Për asgjë, për mua. Respekte, për ato respekt. Ajo cikël biologjik. Ato janë më sebeb që ne jemi gjallë. Kjo caktimi Allahut, nuk o bash edhe kush e di çfarë merite, dhe se edhe kafshët shumohen. Kafshët shumohen plot. Ka 4-5 bën ato, s'është problem. Kjo cikël biologjik nuk do një merit ku mbo fëmijë unë, punë madhe ke vadi. Por ki cikël kohor që ne vim dhe zëvendësohemi me të tjerët, Allahu na bën me di që ju duhet të lini gjurmë këtu. Gjurmë, kjo është. Jo gjurmë në kuptimin se a do përmendem unë, a nuk do përmendem prej atyre që do vim pas meje. Kjo pak e rëndësishme. Por, ti a e ke venduar tullën tënde ose drasën tënde në anijen e shpëtimit të njerëzimit? Atë goshtën tënde. Nëse ndërtohet një anije që të shpëtoj umeti, ti duhet bëjsh diçka për këtë anije. Ani dras, ani gosht, ani litar, a diçka, a një lambadar, dhe e vesh të anije që të ndryqoj gjatë udhimit. E ky Islam është anije. Anije e shpëtimit. Kush do hipën, kush nuk do mbitet. Do mbitet, do fundoset.